Ish-deputeti demokrat Edmond Spaho ka folur hapur për situatën në PD dhe nevojën për ndryshim. Në një reagim të gjatë në rrjetet sociale, Spaho thekson se në vitin 2021 PD ishte vetëm 30.000 vota pas PS-s, ndërsa sot në vitin 2025 diferenca ka arritur në rreth 300.000 vota. Ai e konsideron këtë një situatë alarmante dhe shqetësuese dhe nënvizon se është koha që të rinjt me vizion dhe energji të reja të marrin frerët e partisë. Unë flas sepse PD ka nevojë të ndryshoj. Ky është alarm për KDO dhe mua më shqetëson, pavarësisht se nuk jam më në politikë aktive dhe nuk do të konkurroj më për ndonjë post. Koha jon ka ikur, duhet vinë të rinj me vizion ndryshe dhe me shumë energji, thot ai. Spaho tregon gjithashtu se për shkak se ngriti zërin dhe foli hapur edhe me drejtuesit e partisë i është treguar dera. Ai përmend edhe deputetin Flamur Noka, të cilin e akuzon se ka urdhëruar që strukturat e PD-s në Korçë të mos e votonin atë në zgjedhjet e vitit 2025. Ai nënvizon historikun e tij të gjatë politik dhe sukseset në zgjedhjet e mëparshme, duke thënë se asnjëherë nuk ishte humbur gar në magjoritar apo proporcional deri në vitin 2021 dhe për këtë arsye i ka bërë të qarta parregullsitë që ndodhen në Korçë. Spaho ngre një sër shqetësimesh të tjera për PD-n, duke përfshirë miratimin e një sistemi zgjedhor që sipas tij ka shërbyer interesave të PS-s, zbatimin e votës së emigrantëve pa përgatitje adekuate, zhvillimin e primareve që nuk respektuan rezultatin dhe keq menaxhimin e financave të partisë. Ai kritikon përdorimin e konsulentëve të huaj si Kris Lasivita, duke thënë se shpenzimet e mëdha për ta ishin të panevojshme, ndërkohë që degët e partisë janë të mbytura në borxhe dhe pa mjete për fushata. Përse në bazën e PD-s nuk ka struktura, nuk gjejmë dot komisione, përse financat e partisë harxhohen për të huaj të cilët nuk kanë ide se çfarë ndodh në Shqipëri në vend që t'u jepen degëve në rreth, pyet Spaho, duke bërë të qartë nevojën për një reformë të thellë dhe urgjente brenda PD-s. Reagimi i Edmond Spahos përmban një mesazh të qartë. Partia Demokratike duhet të ndryshojë, të jap hapësirë për të rinj dhe të menaxhojë më mirë resurset dhe proceset e brendshme për të qenë konkurruese dhe për të rikthyer besimin e zgjedhësve.